Pejgamberi alayhi salatu selam ka qenë shumë i kujdesshëm që mos t'i haron hizmeçar në një nevojë që e kanë. Tregon Ziyad ibn Abi Ziyad nga Afisi Makhzum, thotë se pejgamberi alayhi salatu selam nëse e ka pasur një hizmeçar apo hizmeçare argat, thotë gjatë ditës e kemi dëgjuar duke i thënë eleki haje, o ti hizmeçar i ka thënë, o vlla, a ki dëni nevoj me ta kry? E hizmeçari s'ka thonë, a ki dëni nevoj? Ju, a keni dëni nevoj? T'ja u kryna. Kjo çka argumenton dhe zot? Për kujdesin e lartë. Apo, e çka i kushton për shembull zotninjës, çka ka punëtor, mi thon punëtorëve vet, a ju të mujtë me ball? A ju mjafton me kjo rrogë juve? Apo, a ju vetëm me këshira anën tane? Supimri unë këtë punë. Pa je nardën jarë mi thon punëtorit, o vllai dashur. Allah i veç përlepse, një me paguësh këtë në regull, mirë po, a mund është me mi dalë në qosh, se i di që edhe ti kije vlak, a mu ja del mujti, ajo, apo e mantim peng punëtorin me ankesa, që a i mështë muje me fol, apo që është e njërë dhe, puna ma shumë që ta bleje shefin i kërë matë mirë, puna ma shumë se shefi, qka të vojën me këtë kërë, jep një zorë pak ma shumë, veç ki, du të mi bot të avaf shefi, a je mirë të shef po, s'ka lidhe. Na desmi sa më rëndësi. Ti jesh mirë. Po nalun ja, shikoj nëse i ka nalë nga akive tani nevojë. Akive se njeri edhe ti. Njeri edhe ti. Sa nevojë ti ka njeri, subhanallahu alazim. Sa njerëz nuk mundën me kalu muin. Shefat e zotnit nuk intereson. Edhe gjithmonë e mbajnë në presionin s'ka, çe krizë. Atje drishash ja bën ngal në Ukrainës. Apo o gjodhot, a di hiç këtë aspekt çka ka? Apo moja galën ti, moja. Ollë se shkarkoj për piktin e gajlëve. Shkarkonu piktin e gajlëve. E që ta është Ramazan? A e ke diti që e mënin që këtë Ramazana? A di sa njerëzë na i kina për cilë para këti Ramazan? S'janë ato si vjetë. Allah i më shëroft musliman për tëne. S'janë ata. Ti prap poha, apo sa apo gjuhët, rribet e një ditë, se kete njofë me ka një dikant që ka punon në higjienën komunale. Vete me këshyre që ka të thojnë. Unë i kumpit. Sa ka be malë? Vallaj o gjotat bereqet që gjuhët, taze. O gjuhët. Apo, frike të gjoha. I blen 20 buk 15 i gjuhën. Apo, mos shka gjërushëm të në market, Allah. Mos shka gjërushëm. E ku e fukarat? Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kërkonte që ti ditë, a kipi doni nevoja, mundish me ja dalë kështu me radhë. S'kushton kujt gjë me vetë nëse ke mundësi me ndihmuar. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam prej përkthjelës së mirë që e ka pas ndaj punëtorëve, e ka pas një hizmeçar, e ka pas emrin Rabi'atu ibn Ka'b al-Aslami. Hizmeçar e ka pas. Edhe këtu nëse thot dikush, ky hizmeçar, atëherë ta drejtojnë këtë punë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetë ka shku njerëzit kanë thënë po du mu të bëj hizmeçar. E mi qarë? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetë ka shku njerëzit. Apo nëse njëri pi neve këtu sheh analfabeta, 50 hizmeçari ka rreth i sillën. Ai s'di dillafe me i than, nge lafsha në për shkolla e pastaj i kanë zanë tenderat e muslimanëve, nëse ai 50 vete i rrin me kerr, çka thu për Muhamedi alayhi salatu wasalam? A dhe mëselin e vezvesit me arë se shumë hizmeçar pas ka pas. Kjo kanë zotnia i njerëzve. Muhamedi alayhi salatu wasalam, apo sa shkavi ka hizmeçar. A dhe mësë shkojme një, thotim një Hazret Skalani, njës vetë kanë shkuë. A dhe dhëtë Rabia, që ki hizmeçari, thot, a e ditë sa u gëzojsha kërë më thoi ke sos për shketë punë. Kërë thoi ke më thoi, sos për shketë punë. Do, që të njojnë mi adhamë, pse? Po konë nderë mi bo, nderë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. S'far nderi, nëse kena pas atë fatë, se kena pas atë fatë. Që ti, Irakli i Romagve, kërë ka qurë letër që i ka thonë, më kanë të aja laj kamët, apo, qimët, uji, ka qenë njani prej Arabve, më ma vone ka prunu Islamin, Mughira, luftën e Hudejbjes, kër ka shku me bom bisedime, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka nejtë sahabët për me shpata, edhe e ka nrujtë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe, që ka ndonë, kër a qupe mësëm me mor abdes, se ka lanë me ra uj hiqë, për mësëm kër ujë si ka ranë tokë hiqë. Ketë ujë, për shumë, kër ka morë, nese për mësëm nuk e ka shlu ujën si që shlujnë na. Dhe neve së ta delë një boljerë. Jo. Me një gotë ka morë ujë, për mësëm, abdes, me një gotë. A me një enë, shishe, u ka morë, gusën ka morë. A bo njani, e dini si si delë. A qëtëri thotë, o gjadhen ujë kër hinë në lumë, a ka gusën.
Erdhi ka një hoxh Ibn Aqili, Ibn Aqili i ka shkruajt 800 vëllime libra. Apo, o ka njeri shumë i meqëm, ka mbi Hambelive. Edhe ka arë njeri ka thonë, o hoxho, e kam një shok në lumë në Irak, ka thonë hina në lumë, edhe i thomë ati, merë gusëll edhe u kry. A thotë, jo, kam vezvese. Edhe ja ka pru hoxhës. Ka thonë, hoxho, shpegoja. Ka thonë, për një metë, ti ka thonë, ti s'ki gusëll. Ka thonë, pse vetë, qysh, a e ka di që pi hoxhës e ku morë që ka gusëll, gjitha ju islan. Ka thonë, ti ka livrit me një, ona. Nëse njeri i nuj, komplet, apo, edhe prap, ka vezvese, apo, nëse këta pse për përmejnë dhe zë, se i shojmë i pipitjeve. 7 herë e lëndorë, thot, ja, se kam la mirë, apo. Allah, për e mësëm ka morë me një herë abdes. Me një gotuj. Provoj të shpia, është sunet. Provoj të shpia. Mushe një gotuj. Apo, që është më shkom i thonë, me më matë mahë, gotuj të vogël. Merët vogël, provoj me morë abdes. Qështu ka morë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur ka morë abdes, si ka ra, uj. Apo, edhe nuk ka ra do një qime për pejgamberi sallallahu për mjekës, apo për flokve, vetëm se kanë morë sahabët. Se koni berqet që në trupi tina, alayhi salatu wassalam. E ki Mughira e ka këshirë këtë punë. Ka thonë këshirë në kumë hina për mbretni, kumë hina për shefa, kumë hina për sultana, i kumë pa one, kur s'kumë pa respekt dhe nder dhe bindje për njerëzve ndaj perandorit vetë, ndaj mbretit vetë, ndaj të parit vetë, si shok të Muhamedit alayhi salatu wassalam, ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam, edhe i ka përmend çdo punë. Nuk i bike abdesi. A di që do më thonë be, çfarë dashnie do të më kanë ajo dashni që ti ku të mora abdes, ti kur merr abdes mos me tra ujë. Hiç be ujin tok. Kështu ka qenë dashnia e sahabëve ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dëgjoni tash Rabia çfarë tregon. E qenë hizmetar të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Po ditë bujtat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe ja pruna nevojat e veta, ja pruna ujin për me marr abdes, edhe një natë për natëve më tha sel. Shikobe, tha lip tash të dishka. Gjatë këtë hizmet, lip dishka. E ai nuk i ka thonë ja Rasulullah, një shpibe, kjo qatia do të me ndruhe. Apo, jo, shikoni. Ka thonë, vetë, ki ka thonë, es'eluke murafaqateke fil gjenne. Ka thonë, a me lip? Po lipi tash. Ka thonë, du mu kanë gjennet kujshi me tije. Shiko, për mësami ka thonë, lip për kësaj dunjove. Lip të thonë, i të mboj, zbet të ta kryje. Tha po du mu kanë gjennet kujshi me ti, fëqinj me ti. I tha për mësami, jo be dishka tjetër. Gjennet kujshi me Muhammedin sallallahu alaihi sallam. O dhe zërë në gjennet veç me eshtije trupin, Allah në mënsof të gjithve, a begatia ma e madhe. A dini i funi që ka i në gjennet, sa ka në gjennet? Sa dhët dunjoja. A njani për neve s'fol me vlajnë e vetë, pëse? Se ka bijik një ka zonaj. Apo? A dhe shumë zullumqare kam vavin të të ne. Shfar zullumqare kime dhe të ka zonaj. Po edhe në ta fazon. Po lejeve subhanallah i ladhim se s'kushton kur gjo. Dunjoja e madhe, vallahi dunjoja e madhe. Njerëzit, a i di sa kanë lanë toka këtë dunjo, si kanë morë me veti. Apo? E shka i tha kë njeri, tha, Rabia i tha, ja Rasulullah, kujshi me ti në gjennet. Atër i tha, lip dishka tjetër. Tha, vesh qëta, ja Rasulullah. Më thave lip, lipa. Po lipi mirë. Atër i tha, për nga mësëm, atër një mom me sejgjdet shumë ta. Më kam e lutë Allahun me më pas ti mu kujshi në gjennet. Allahun në mësëm me pas për nga mësëm, kujshi në gjennet, ja Rabbul Alamin. Mirë për shej ka thonë, atër një mom, se kjo, vej për e madha atër. Qëka i tha? Një mom të bo sejgjde shumë ban sejgjde, apo, a i qëtë i thotë, po ama, ki imami jonë tash, a i disa pesgatë të gjënë sejgjden, po ka mundësi bashkë këshi me Muhammedin a.s. Apo, shpinë a gjë, jo se ti shka, pa i shpinë ku e ke prish, sigurisht se ke prish namaz, sigur se ke prish namaz, e nëse të prishet namaz, që përblenë Allahu Gjelluala, apo ti e ke prish ku me ditë një firma tjeta që jale fajet imami, jo, si ka fajet imami, apo, po duro pak sabër. E ku më në Ramazan, subhanallah i ladhim. Apo, ki imami këtu për mi 4 herë po thoj këtë, subhanallah i ladhim. U ka dalë vëllah se, apo, njani që ti, subhanallah, me dalë që ti njani me thonë, o gjë që ti njani ka ti dhanë ka 500 euro për si cëllin që ka orë gjami. Arri me vazhdu tash dërsa jo? Arri. Për nga nësëm shiko që ka thonë hadith. 2 recatët e sabajt, sunet, jo të farzit, sabajt, sunet që ka i falë, para sabajt. Ka thonë janë më të mira se dunjaja
edhe shakon ta. Ma të mire se dunjaja edhe shakon ta. Jo sa dunjaja, ma të mire se dunjaja. Unë jam i bindur. Dhe këtë shembull e kam plot videotarëve. Çdo sabah mu kanë që shpërblehet njeri ka 5.000 euro. O vëzër, 5.000 euro të Allah, që janë kur gjohë. As 500.000, as 5 miliard. Me kanë që në çdo sabah ka 5.000 euro. A mund hi imami dërë këtu? A mund vel? O së në vel, e thonë, që prit i marrë 1.000 më zaneti hi. A mund vel, e shmunët me arë. Pe jësëm ka thonë, po jo me 5.000, jo ti. Ma shumë se sa dunjaja. Jo, ma shumë, sa janë këta? Ka thonë, ma shumë se dunjaja dhe qka kanë ta. E qka kanë ta, qka s'kanë ta. Ama Allahu gjë ka përgatit për robrit e tina diçka më të madhe se sa ajo të sën e garon njerëzit.